çfarë do lloj gjëje që ne të themi tani, ndeshja që kemi është ndeshje në letër, jo e dobët, po super e dobët. Në letër. Nuk e di se si den në fush. Dhe çfarë do lloj gjëje të thot Silvinjo tani, ne nuk e kundërshtojmë dot sepse ka ndeshje me Andorrën, po e përsëris. Pra, ka dhe Gurin, ka dhe Arnaj në këtë moment. Ne çfarë do lloj gjëje që ne të themi, ne nuk mund ta kundërshtojmë dot sepse ka ndeshje me Andorrën që 80% e ketë fituar. A kupton? Logjikën. Pra është e vështirë për ne që ta analizojmë qoftë dhe listën duke qenë se kemi Andorrën. Edhe këto futbollistë janë këtu mjaftojnë për Andorrën. Jam shumë dakord mos më jep ato llogarit që ose marr gripshin se ka një muaj që s'luan. Llogarit është shumë e thjeshtë. Që ka një muaj e një javë që s'luan. Shumë e thjeshtë. Silvinjo, këtu në Shqipëri ka kjo sindroma zakonisht trajnerët e ujë, kur vin fillim, vin me një tjetër entuziazëm, me një tjetër shpjegim logjik, me një tjetër, le të themi, qasje, kundrejt mediave, kundrejt gjithëve. Me kalimin e kohës, fusin refrenin, fusin kasetën. Pra, edhe në qoftë se ti e pyet pse se merr këtë, ai thot sepse un kam grupin tim që i besoj. Dhe ta mbyll gojën, siç e mbylli, që thot për Manajn e donit jashtë kombëtares, po Manaj u bë Eron Sirbi. Po Silvinjo nuk thot gjën tjetër pastaj kur thot Eron Sirbi në Serbi. U bë Manaj Eron Sirbi. Në Selvi. Po, u bë në Serbi. Po u bë se ka dhe i kom prej druni nga krau Serbi si Vlahović që ju me për të bosh 2 gola. Më kupton? Pra medalja ka një anë, po ka dhe anën tjetër medalja.